Një proces të zgjatur dhe me mungesë transparence kanë cilësuar analistët gjyqin ndaj ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, ish kryeparlamentarëve Kadri Veseli dhe Jakub Krasniqi dhe ish-deputetit Recep Selimi, që po vijon në dhomat e specializuara të Kosovës. Analistët ndërkohë shprehen se gjykata speciale mund të shqiptojë vendimin pranverën e vitit të ardhshëm. Ka qenë një gjykim maratonik i cili ka zgjatur për afërsisht 5 vite. Ka patur mjaft edhe seancat redaktuara për publikun, pasi që rreth 50% të dëshmitarëve kanë qenë dëshmitar të mbrojtur të themi të prokurisë, se shqyrtimet gjyqësore kur janë dëgjuar këta dëshmitar kanë qenë të pjesërisht apo kryesisht të mbyllura për publikun. Diku nga fillimi i muajit maj të vitit 2026 pritet të shpallet aktgjykimi i shkallës së parë në rastin kundër Thaçit dhe të tjerëve. Unë besoj që muaji mars, muaji prill mund të jetë afate kohore kur gjykata mund të dalë me një vendim. 227 seanca gjyqësore u mbajtën në gjyqin që nisi në prill të 2023-shit, ku u dëgjuan 125 dëshmitar të zyrës së prokurorit të specializuar, ndërsa 117 të tjerë dorëzuan dëshmitë e tyre me shkrim. Në fillim të shtatorit të këtij viti nisi dëgjimi i 7 dëshmitarëve të mbrojtjes, mes tyre ish ndihmësekretari amerikan i shtetit James Rubin dhe generali amerikan në pension Wesley Clark, i cili u udhëhoqi fushatën ajrore të NATO-s ndërmarrë në 1999 kundër pozicioneve të ushtrisë dhe policisë serbe. Sipas Miftaraj, dëshmitë e këtyre dy të fundit shkatërruan narrativën që zyra e prokurorit të specializuar kishte ndërtuar për UÇK-n. Dëshmitarët e mbrojtjes e shkatruan, se të themi, narrativën që ka ndërtu prokuria speciale në akt akuzë lidhur me atë se kush ka udhëhequr Mbështetjen Qëllimtare të Kosovës, ku do të thotë në këtë rast prokuria ka quajtur Hashim Thaçin në akt akuzë si komandant të Ushtrisë Qëllimtare të Kosovës. Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Rexhepi ndodhen në paraburgim në Hag që nga viti 2020. Ata akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit gjatë luftës së fundit në Kosovë, akuza për të cilat të 4 ish zyrtarët e lartë të Kosovës janë vetë deklaruar të pafajshëm.